më shumë se sa realitet për çështjen e përfshirjes antarit familjes Jashari, edhe unë uroj tjetë kështu, sepse gjëja fundit që i duhet Kosovës është që të përloqet emri i kujdon nga familja Jashari për brenda çërimit të hesapeve politike. Po pse është zhurmë? Zhurma është sepse Kurti fitoi zgjedhjet e fundit, por edhe ato paraprake me përkrahjen e zonjës Osmani dhe listës Guxo. Në mes të rrugës së mandatit të kaluar, Kurti ja futi një thik mbrapa shpinës, duke ja tërhequr listën Guxo për brenda. Do thotë sot praktikisht lista Guxo nuk ekziston. Është e mbërthyer plotësisht në brenda lëvizjes vendosje dhe zonja Osmani bëri disa lëshime duke mbrojtur para gjykatës kushtetuese, gjithashtu edhe duke e caktuar datën e zgjedhjeve me 28 dhjetor, ashtu siç donte Kurti për ardhjen e diasporës. Do të thotë për të rikthyer nga një përplasje që kishte zonja Osmani me Kurtin, nëse ju kujtohet është fjalimi famoz i saj në Parlamentin e Kosovës, kur thuhet se nuk luhet bigjoz me partnerët ndërkombëtar, ajo tentoi të bëjë një rikthim, gjë që e lejoi Kurti sepse është mjeshtër i lejimit të afrimit njerëzve që do t'i godas me thik pas shpine. Dhe ky është momenti kur Kurti e godet zonjën Osmani. Por njëkohësisht i vetëdijshëm që zonja Osmani ka një përkrahje të cilën e ka sjellur nga edhe ndërkombëtare, por edhe vendore, që ka sjellur nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kjo goditje mund t'i kushtoj Kurtit për ta bërë sa më të lehtë goditje ndaj tij, e fut në loj familjen Jashari. Unë mendoj që kjo është një përpjekje që familja Jashari të mos kuptoj në idenë e Kurtit, se këtu ka të bëj me përplasjen e fundit ideologjike. Jasharët nuk janë as të majt as të djathtë, janë familja që ka sakrifikuar dhe ka krijuar ushtërinë çlirimtare të Kosovës. Zonja Osmani ka një lidhje të afërt me një burr të madh, siç është Rifat Jashari, dhe goditja e Kurtit ndaj zonjës Osmani mund të bëj edhe një distancim të zotit Jashari me Kurtin. Dhe kjo do ishte një rënje politike, vetvrasje politike e Kurtit. Dhe ai po mundohet ta menaxhojë këtë proces duke e futur pa zotim, sepse asnjëherë nuk e ka thënë publik, por nëpërmjet këtyre kanaleve të krijimit zhurmës, se kinse kemi të bëjmë me familjen Jashari, rrjedhimisht. Për e thoni ishte provokim kjo reagimi PDK si deputetit Hoxhët, apo ne jemi gati ta votojmë... Jo, ka rënë në kurth. Zoti Hoxha ka rënë kurth me qëllimin e mirë, sepse kush mund ta sfidoj një status të unifikimit shqiptarëve në Kosovë, siç është dikush nga familja Jashari. Kanë humbur kryetar komune nga familja Jashari, më. Me qenë se ju... Nuk e thënë që nuk është mirë, unë mendoj që... S'është i mund nga humbja vetëm se je Jashar. Pra, në garë politike, një Jashar ka humbur për kryetar komune. E vërtet. Po ato janë lojrat nivelit lokal, aty ku është futur zoti Bekim Jashari. Ne po flasim për idenë që do ishte shumë e mirë që të kishim një president unifikues edhe nga familja Jashari. Por, rreziku i madh është që ne i shkatërrojmë familjet, emrat e mëdhaj, nuk na mbetën heroj në shqiptarëve duke i futur brenda politikë. Po shkatërrohet lufta shërimtare. Pra, siç u mor lista e Guxos, tentohet të bëhet dhe Jashari me vetvendosjen. Jo, ideja është që në perceptim gjithmonë. Kurti nuk do asnjë trashëgimtar të plot të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës që të bëhet vetë hisedari i kësaj pune. Unë mendoj që zoti Rifat Jashari, atë sa e njoh, dhe kemi lidhje familjare me Hamz Jasharin, e prindin tim në historinë e veprimeve politike të 90-tave, nuk do bie në këtë lojë dhe do e kuptoj qartazi që lufta ndaj Vjosa Osmanit është qëllimi i Kurtit. Nuk është lartësimi, se nuk mund Kurti ta lartësoj familjen Jashari. Ajo është e shenjtë për Kosovën gjithsesi. Po, a ka dhe një frym në Kosovë e cila kërkon që kontributet e luftës tashmë pas kaq vitesh të eklipsohen pak dhe të marrin modelin, po themi perëndimor të jo të luftës, me organizime të reja, me të rinj, sepse unë kam përshtypjen se edhe ky element i vënë re, domethënë, nga shumë opinionistë, nuk mund të injorohet. Domethënë, por ajo që flasim, nëse do flasim për dyshen Kurti sipas mendimit tim, ju e njihni nga afër, i keni më të sakta analizat, po në deduksion. Unë besoj që Kurti i është trembur eksperiencës fundit të Vjosa Osmanit.
në takimin për paqen, në një instrument shumë të fuqishëm. Kurti shkoi bashkë me Vjosa Osmani në SBA dhe takoi vetëm një shoqat të rinj, studentësh. Dhe batuta e presidentit Trump. Po, batuta e presidentit Trump që thotë që shiko, po u morët vesh, bëj telefon. Jo, po pate problem me Serbinë. Po, u morët vesh me Serbinë, pa problem me Serbinë, kemi kohë. Bëj një telefon mua. Pra ja bëri Vjosa Osmani. Gjitha këto e kanë shqetësuar politikanin Kurti sipas meje, i cili do që të mos ketë pengesa në këtë drejtim. Dhe një presidente me autoritet politikë, jo me dhe partijak, se Vjosa Osmani nuk vjen nga jashtë partive politike, po ka ditur të ruaj një status, po themi, si që lexoj unë. Fakti është aki që ikja e Osmanit nga presidenca do ta këpuste, këthemi, lidhjen direkte që ajo ka në këtë rast, me administratën e presidentit Trump, sepse kemi para, jo në një, edhe Rubio po ashtu. Disa raste, u taku dhe me sekretarin Rubio në State Department. Pra, Kurti në këtë moment, me largimin e Osmanit, do të hishtet vetëm lidhje paralele që administratë amerikane do kishte me administratën e Kosovës në kushtet e një raporti gjysmë të ngrirë, që vazhdon ta ketë me Kurtin. Nuk, unë mendoj pak më ndryshe. Do të thotë, ideja e para është që për Kurtin kushdo që ka potencial të votës edhe politikës në udhëheqje, është kundërshtari i tij. Ka që thjesht. Ka që thjesht është. Vjosa Osmani mund të ketë rënduar situatën e saj në përqafimin me Ramën, me ato patjetër. Me Trump, në bisedat që mund të ketë zhvilluar në potencial elektoral përse ka. Po, ide ka, absolutisht ka, një dhe që është 40 e para, lista Guxoi dha. Unë insistoj një gjë, që për Kurtin, misioni kryesor është shkatrimi i trashëgimisë rrugoviane në Kosovë. Ai, kur ke kuptojnë njerëzit se ka një simbol, ka një luftë ndaj Hashim Thaqit për UÇK-n dhe ka një luftë politike ndaj rrugovizmit, që zonja Osmani deklarohet ka qenë ka shtratin politik nga lidhja demokratike, do të thotë për Kurtin targeti kryesor është transformimi ideologjik i Kosovës, që të mos ketë lidhje me të kaluar. A shkon ky synim deri tek ideja se ajo që shoh unë është ai gjithmonë fillimisht syrin për herë të parë ja shkelë DK-s. Po, ideja është që ta shkatrojnë nga brenda. Ta shkatroj apo ta shkri, ta fusi brenda, si futi listën Guxo. Jo, nuk mundet LDK-ja në shtratin e vet nuk mundet kur të shkrihet plotësisht brenda lëvizjes vetvendosje dhe janë ideologjikisht të kundërta. Po, është minimumin historik sa kësaj radhe. Kurti ka përdor idenë sundohet për çaj, do të thotë e para dhe e dyta është që të fundet brenda kalas për të shkatruar kalan. Dhe ideja është që këtu ai jeton të kaluarën, në hidhërimin me Rrugovën dhe në hidhërimin me Thaqin. Dhe e vetmja bastioni së kaluarës ka mbetur familja Jashari, në kuptimin e plot të një tërheqje të pikës rëndesës ku Kurti është i vogël. Përballë familjes Jashari, Kurti është tani më inexistent në kuptimin e kredibilitetit politik. Por kjo nuk e ndal atë në luftën e tij që të fusë në krah edhe familjen Jasharit, godas Vjosa Osmanin, dhe në vazhdimësi të tentoj të shkatroj lidhjen demokratike, sepse aty ka një histori të trashëgimisë së shtetbërjes, e cila realisht dhe aty nis i gjithë problemi. Kuptoni, keni 6 vite që Kurti nuk ka treguar edhe indikacionin më të vogël se do të qeverisë. Edhe këtë përbërje në qeverisë që bëri, ka vendosur njerëz që janë me zero përvojë në kryerjen e punëve, në cilin do dikaster. Është i interesuar që politikisht shpartalloj strukturën e një republike, e cila është bashkëdyzim i deklaratës së Kaçanikut dhe shpalljes së pavarësisë në 17 shkurt të luftës së UÇK-s dhe të dalë me konceptin e një republike të tretë, të cilën kinse ai e ka çliruar nga pakoja e Atisarit dhe obligimeve tjera ndërkombëtare. Dhe këtu është synimi i Kurtit, besoj që duhet, unë mendoj, me atë sa e njoh dhe kam përcjellur veprimet e tij atë fundit, janë këto synimet që ai arrin deri tek ideja që mund të ketë 5.000. Pyetja është, a doja dalë dot se gjithë analiza sipas meje të paktën është racionale. Kjo është e rrezikshme. Jo që a doja dalë. Prandaj pyetja, se rrezikshmëria më shqetësoi, prandaj po ju pyet. Sepse ne a doja dalë dot Kurti të bëjë republikën e vet?
Tani nuk e di se si, Republikën Kurtiane nuk mund të parashikoj se si do ndodhë kjo puna është shoqëria e ndërgjegjshme, klasa politike e ndërgjegjshme për të rrimi të rendit të ri botror, nuk e di, por unë mendoj që gabimet e shqiptarëve janë pikërisht këto. Kur një bajraktar si Kurti sot del dhe përkundër rrjedhave ndërkombëtare vazhdon me kryenetësi të tentoj të imponoj modelin e tij të funksionimit. Përderisa kjo republikë që kemi, që është kompromis, sepse shqiptarët kanë luftuar për bashkim me Shqipërinë. Nuk kanë luftuar që të krijojnë një shtet. Dhe Kurti është u ndërtua politikisht për bashkimin me Shqipërinë. Tani Kurti u ndërtua vetë pranoi, tha kur kam qenë i ri, kam qenë dikush tjetër, kur u isha opozitor Magaton mund intervistë. Dhe tash po bëj diçka tjetër, po kjo nuk arsyeton në asnjë formë eksperimentimin që ne të kthejmë gjermanët, francezët ose të tjerët kundër nesh. Sepse nëse vazhdojmë të jemi fluid në synimet tona, largohemi nga integrimi europian, nuk punojmë për integrim në NATO, çfarë do mbetet përveç se një zorë qorre që dikur humbet interesi dhe ku di bëmi kusur pasaritjesh të interesave geopolitike. Një rip tjetër toke. Më lejo të them se është shumë e rëndësishme, çfarë ndodhi me kurdët, të cilët u vendosën plotësisht për vitet të tëra në luftë kundër terrorizmit, dhe sot u lanë të vetmuar në një projekt të ri të Sirisë, na ka ndodhur edhe neve shqiptarëve në kaluarën. Dhe unë nuk kuptoj se ku gjen racionalitetin Kurti që ta luftoj këdo që ka lidhjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ai nuk mund ta zëvendësoj askë.